200.000 euro për të thënë po, përse të pasurit e botës po martohen në Itali. Në brigjet e Amalfit të liçenit Komos, Italia është kthyer një nga destinacionet dhe adresat më të lakmuara për dasmat luksoze të vipave dhe çifteve të pasura nga e gjithë bota, pas emrave si George Clooney dhe Amal, Emily Blunt dhe Joan Krasinski, si dhe Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez. Vëmendja është rikthyer te Italia edhe përmes Dua Lipës, duke bërë vendin pjesë të bisedave për dasmat e personazhëve të famshëm. Por pas shkëlqimit dhe fotove perfekte fshihet një industri që vlen miliona. Vetëm gjatë vitit 2024, më shumë se 15.000 çifte ndërkombëtar zgjodhën Italinë për ceremonitë e tyre. Dasmat e tyre gjeneruan rreth 2.2 milion net qëndrimi dhe afro 660 milion euro të ardhura. Edhe për një dasëm luksoze shifrat nisin të bëhen edhe më maramense. Një fest ose 2 ose 3 ditore me 80 deri 120 të ftuar mund të kushtoj të paktën 200.000 euro, ndërsa ceremonit më ekskluzive kalojnë lehtësisht 250.000 euro. Liçeni Komos, Capri, Bregu i Amalfit, Toskana dhe Puglia janë ndër destinacionet më të kërkuara. Në fund, formula duket e thjeshtë, një vend magjik, një listë të ftuarish VIP dhe një buxhet pa kufi. Italia ka gjithçka për ta kthyer një martesë në spektakël dhe duket se të pasurit e botës e kanë zgjedhur tashmë skenën e tyre.